Një qytetar ka kontaktuar me redaksin ton për të denoncuar gjendjen e degraduar të rrugës nga Spitali i Beratit deri në Uznov. Banori shkrua se rruga në fjalë e lënë në harres nga Bashkia e Beratit është prishur prej kohësh dhe autoritetet vendore nuk kanë marrë asnjë mas për asfaltimin e saj. Më keq situata është në kohë me shi, kur gropat mbushen plot dhe gjatë verës kur pluri i dendur rrezikon shëndetin e banorëve të zonës. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga Bashkia e Beratit, me kryetar Ervin Ceca i komanduar, pasi nuk i kushton asgjë asfaltimi i kësaj rruge. Fundi andaj paguajnë taksa banorët, që të shkojnë për shërbime në dobi të qytetit. Denoncimi i plot. Përshëndetje, unë jam banor i Beratit dhe dua të denoncoj gjendjen shumë të keqe të rrugës nga Spitali i Beratit deri në Uznov. Kjo rrugë është prishur prej kohësh dhe ka mbetur pa asfaltuar. Çdo ditë kalojmë në përpluhur të dendur që na dëmton shëndetin. Na hyn në shtëpi dhe në dyqane dhe është bërë e padurueshme për banorët dhe bizneset. Nuk po merret asnjë mas për sistemimin e saj dhe jemi lodhur nga premtimet pa veprim. Ju kërkojmë urgjentisht të ndërhyeni për të sistemuar këtë rrugë dhe për të ndaluar këtë shqetësim të madh për komunitetin ton. Faleminderit. Vendodhja rruga Spitali Uznov, Bashkia Berat.